Gjatë më shumë se një shekulli, fushatërat kineze kanë përjetuar një transformim të çitanshëm. Arritjet e modernizimit kanë thellë përfitime konkrete në çdo cep të zonave rurale. Infrastruktura është përmirësuar vazhdimisht, bujqësia digjitale është zhvilluar me shpejtësi dhe ekonomia rurale ka hyrë në një fazë të rezhvillimi cilësor. Fushatërat e Kinës së sotme ju vetëm mund të garantojnë prodhimin e ushqimit. Ato janë për një hapësirë ku njerëzit mund të krijojnë, të zhvillojnë bizneset e tyre dhe të ndërtojnë një jetë më të mirë. Pas më shumë se një shekulli përpjekjesh, pamja e fushatërave ka ndryshuar rrënjësisht. Ringjallërimi rural vazhdon të shkruajë një kapitull të rizhvillimi në epokën e re.